Pasuria e kombit ndërtohet mbi punën dhe sigurinë e pronës, kështu shkruante Sami Frashëri në manifestin e tij Shqipëria çka qenë ç'është dhe ç'do të bëhet, ndërsa Faik Onisa palembronte se shqiptari bëhet zot i vendit të vet kur i njihet prona dhe dinjiteti. Pra, etret e kombit të shtetit shqiptar e kanë nisur me pronën. Sepse e kuptonin se pa pronë të sigurt nuk ka liri, nuk ka ekonomi dhe nuk mund të ketë një shtet modern. Dhe kur u regjistruan pronat në vitet 30 nga Instituti i Firencës në Shqipëri, Shqipëria kishte një nga shpërndarjet më të gjëra të pronës në rajon. 85% e shqiptarëve kishin pronë dhe vetëm pak familje zotronin mbi 1000 hektar tokë. Pastaj erdhi komunizmi, e konfiskoi pronën, mori lirinë, po kur nuk i shkatroi tapit, i mbante edhe si akt akuzë për kundërshtarët imagjinar. Dhe pas viteve 90, ne duhet bënim një gjë të thjeshtë. Duhet të kthenim pronën shqiptarëve dhe atje ku nuk mundej ti kompensonim. Por jo, prona u kthye në kapitalin e politikës së korruptuar që ja vodhi shqiptarëve përmes ligjeve me porosi që vazhdon ende sot me ligje si investor strategjik apo me paketën e maleve. Të nderuar qytetarë shqiptar, Evropa, kjo që shikojmë sot, u ndërtua në bazë të 3 parimeve. Njerëzit lindin të lirë, njerëzit jetojnë të lirë dhe njerëzit kanë të drejtë të gëzojnë pronë. Pra, ëndra e Europës është liria edhe prona. Dhe sot Shqipëria nuk është e lirë dhe shqiptarët nuk e gëzojnë dot pronën e tyre. Dhe për ta ilustruar pak më tepër këtë gjë, me vete kam marrë letrën e një të riu shqiptar që më ka dhënë lejen për ta lexuar në parlament, një të riu që jeton në Suedi. Unë quaj Mikel Palok Milja, jam 36 vjeç, i martuar me 2 fëmijë dhe jetoj nga viti 2020 në Suedi. Kam lindur në fshatin Kukull, në Vallën e Dejes, ku jetojnë ende sot prindërit e mi dhe aty kemi ndërtuar një shtëpi të re. Kam mbaruar studimet për gjeozi në 2013, kam punuar njëkohësisht edhe si pedagog dhe vazhdoj të punoj në Suedi në profesionin tim geodet dhe pa qenë modest e konsideroj veten me aftësi për të kuptuar çështjen e pronës në Shqipëri. Dua të sjell rastin tim se si më kanë sorollatur dhe neglizhencën e kadastrës në Shkodër. Se si nuk më kanë pajisur me certifikat pronësie. Pra, i riu thot se në shtëpinë e gjyshit të tyre, në shtëpinë e vjetër në fshat, morën lejë ndërtimi për ta rikonstruktuar shtëpinë. Dhe ende sot që flasim, pas 8 vitesh, shtëpia e tyre nuk hipotekohet. Nuk hipotekohet. Dhe ka renditur me data nga viti 2018, ku ka marrë lejen në bashki për rikonstruksion të plot dhe prishje të pjesëme të shtëpisë së tyre, dhe më numëron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hapa deri para 2 ditësh me hipotekën. Dhe hipoteka e Shkodrës refuzon të regjistrojë pronën. Shtëpia e gjyshit e vjetër u mor lejë, u shem, u rindërtua dhe nuk ja hipotekojnë. Nuk ja hipotekojnë. Dhe kjo është ajo se si ju e trajtoni pronën. Dhe tani i riu që jeton në Suedi, që ka prindrit aty, dhe unë do shkoj të takoj prindrit, Mikeli, ngre këtë shqetësim. Nuk ka më fuqi, thot. Nuk ja dalim dot të regjistrojmë pronën tonë me lejë ndërtimi, me të ardhurat të ndershme nga emigrimi, ndërtoj shtëpinë e prindërve në Vallën e Dejes dhe nuk regjistrohet shtëpia e vjetër. Ndërkohë, ky parlament miraton paketa malesh dhe me siguri nëse do e ketë ndonjë vend të bukur mund t'ia vënë styrin dhe t'ia rrëmben shtëpinë të riut. Pra, kjo është e vërteta e pronës së Shqipëri, fatkeqësisht që ju e keni rrëmbyer, ndërsa pronarët e vërtet shqiptarë keni sorollatur, ju keni vjedhur pronën, ende i gënjeni me kompensimin e pronës kur ende s'keni as i faturë dhe sot sillni rezoluta në parlament që janë fiktive. Fiktive. Vetëm sa për të gënjur shqiptarët. Faleminderit. Faleminderit. Tani 2 fjalët e fundit në emër të grupeve, zonja Albana Vokshi dhe zonja Romina Kuko. Zonja Vokshi, fjala për ju.
Faleminderit, kryetar. Kjo e sotmja në fakt është një seancë shumë e rëndësishme. Për herë të parë gjatë këtij mandati, qeverisës po diskutohet pra një raport për procesin e integrimit. Në fakt kjo duhet ishte për të gjithë ne, por më së shumti për ata që mungojnë një ditë reflektimi për atë çfarë është bërë deri tani, për atë çfarë nuk është bërë, për atë çfarë nuk është bërë siç duhet, apo për atë çfarë është bërë keq. Partia Demokratike dhe forcat politike aleate kanë mbështetur dhe vijojnë të mbështesin antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryetara, mund mbahet pa qetësi, lutem se... Ju lutem qetësi ta dëgjojmë Tani këto kolegën. pësës, unë e kuptoj që janë pa interesuar, po të mbajnë Tani qetësi. qetësinë duhet ta mbajnë të gjithë, jo vetëm një krah. Po ato po flasin janë në këmbë, po bëjmë pazar. Shive ku i ke Partia Demokratike, forcat politike aleate të saj kanë mbështetur dhe vijojnë të mbështesin antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian si rrugën më të mirë, rrugën e vetme të qëndrueshme për të ardhmen e vendit. Ne besojmë fuqimisht se është në interesin më të mirë të qytetarëve shqiptar, ku mbi 90% duan antarësimin e plot, por edhe në interesin e qytetarëve evropian, që procesi i antarësimit të bazohet në meritë dhe reforma të vërteta, jo propagandë, jo fasad, jo pazare politike personale si ato të Edi Ramës. Përveç kriterit gjeopolitik, Shqipëria nuk ka përmbushur deri më tani asnjë nga kriteret e tjera të Kopenhagenit. AFET thekson, antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian varet nga reforma të qëndrueshme, të thella, të pakthyeshme në të gjitha fushat që mbulohen nga grup kapitulli themelore. Shqipëria pra hyn në këtë fazë me mbi 15 vite vonesë. Ka qenë Edi Rama, e mbani mend kur ishte në opozit, që bllokoi 3 kushtet e fundit. Është Edi Rama që në 3 mandatet e tij qeverisë po mban peng procesin e integrimit. Ai pra është përgjegjësi kryesor pse Shqipëria ndodhet në këtë situatë sot. Endaj pavarësisht miratimit të kësaj rezolute, që shpresohet miratohet nga të gjithë deputetët në këtë sallë, personalisht jam skeptike. Jam skeptike sepse pavarësisht se është një hap pozitiv dhe majoranca ka reflektuar dhe nga tërheqja e veshit të ndërkombëtarëve, apo nga rezistenca që ka bërë opozita, por jam skeptike që do të realizohet në çdo pikë të saj. Jam skeptike që mos së fundmi majoranca do fillojë që të intensifikojë luftën ndaj krimit të organizuar, të bëjë shtet ligjor e kështu me radhë, të bëjë zgjedhje të lira e të ndershme e kështu me radhë. Pra, ajo që ne kërkojmë gjithë deputetët e opozitës që kanë kontribuar në këtë rezolut, kërkojmë që të zbatohet kjo rezolut, të monitorohet nga ky parlament dhe të raportohet në mënyrë periodike nga institucionet shtetërore, pikërisht mbi zbatimin e çdo pike të saj. Por sa janë arritur realisht standardet dhe sa është ndryshuar vendi nëpërmjet këtij procesi. Mjafton të përmendim vetëm një çështje, dua të përmend që e përmendi edhe ministrja, që nuk është sot këtu e pranishme. Çështjen e digitalizimit pronave, ndërsa qeveria flet për reforma moderne, shqiptarët shohin çdo ditë se si ju grabiten pronat e tyre, private dhe publike, madje dhe atyre të digitalizuara dhe askush nuk mban përgjegjësi. Ndaj pikat e rezolutës, për sa i përket këtyre çështjeve që përcaktojnë rolin qendror të kuvendit, janë shumë të rëndësishme dhe duhen zbatuar. Çfarë thot rezoluta? Të forcohet roli i kuvendit në përshpejtimin e procesit të antarësimit në BE, të ushtrojë në mënyrë të plotë dhe efikase funksionin ligjbërës dhe mbikëqyrës për procesin e antarësimit, duke garantuar cilësinë e legjislacionit për afrimin me aki dhe zbatimin konkret në praktik. Po ashtu t'i kërkoj Këshillit Ministrave të raportojë në kohë në përputhje me kuadrin ligjor, të përfshijë plotësimin e piketave përmbyllëse në të gjithë grup kapitujt negociues dhe konkluzionet e konferencave ndërkombëtare. Të garantoj zbatim të plotë dhe të qëndrueshëm të legjislacionit në përputhje me akit të BE-s, për sa i përket shtetit të së drejtës, luftës kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe gjyqësorit të gjitha prafushat e grup kapitullit parë. Sot kontradiktat janë edhe më të forta. Nga njëra anë, raporti flet për reforma në procesin e integrimit. Nga ana tjetër, çfarë bën Edi Rama? Propozon disa dyer të tjera anësore për të hyrë në Bashkimin Evropian, për të përfituar nga tregu i përbashkët, por jo me të drejta të plota. E ku e ka marrë lejen Edi Rama që të bëjë të tilla propozime, kur në këtë sallë nuk është diskutuar asnjëherë dhe kjo bie ndesh me mbi 90%
të vullnetit të mbi 90% të shqiptarëve të cilën mbështesin antarësimin e plot. Por afeti ja ka tërhequr veshin Edi Ramës dhe ka thënë, iniciativat të zhvilluara jashtë kornizës së BE-s, përfshirë të ashtë të quajtur nisë në Ballkani e hapur, rrezikojnë të krijojnë struktura paralele që dëmtojnë procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët. Pra, pavarësisht se vazhdon Edi Rama ka thënë që ka dështuar Ballkani e hapur, më së fundi e ka pranuar para një viti, risjellja e këtij paragrafi me tone të forta kritike lidhet drejt për drejt me letrën e përbashkët Rama-Vučić, e cila riaktivizoi diskutimet për Ballkanin e hapur në nivel të lartë politik, duke detyruar pra që të reagojë Parlamenti Evropian dhe t'i thojë jo, vetëm antarësimi plot duke zbatuar standardet. Dhe pikërisht rezoluta, kjo rezolutë që neve po miratojmë sot, e ka shumë të qartë këtë pikë. Rezoluta çfarë thotë? Këshilli i Ministrave të refuzojë çdo nisëm, akt apo veprim që devijon nga kursi i qëndësishëm i antarësimit të plot të Shqipërisë në BE. Nga njëra anë qeveria flet për pavarësi të drejtësisë dhe luftën kundër korrupsionit, nga ana tjetër majoranca përdor votën parlamentare për të mbrojtur zëvendës kryeministrën, dhe kjo ndodh pikërisht në momentin kur diskutohet i bari. Përpjekja për bllokuar hetimet mbi abuzimet masive dhe korrupsionin ka krijuar një sistem shtresas mbrojtëse, po krijon, po mundohet Edi Rama të krijojë shtresa mbrojtëse për veten e tij dhe për bashkëpunëtorët, për ministrat. Kur kërkohet hetim apo pezullim, ai ta depoziton një amendim të neni 242 të kodit procedurës, duke krijuar super imunitetin. Kur kërkohet arrestimi, i vë në radhë rrjedh të gjithë deputetët për të refuzuar heqjen e imunitetit. Këto pra janë shtresat të cilat ai po krijon për të mbrojtur korrupsionin, për të mbrojtur veten e tij, të lindave të tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij. Rasti i Aksit është një tjetër që është kthyer në simbol të kapjes së shtetit, ngresh shqetësime serioze për korrupsionin, kontrollin politik të sistemeve sensitive shtetërore, keqpërdorimin e të dhënave personale, manipulimin e tenderave dhe lidhjet me krimin e organizuar. Qindra procedura jo transparente, raste intimidimi, rrëmbimi dhe presionin ndaj dëshmitarëve dhe ish-zyrtarëve, ndërsa kryeministri ka zgjedhur një ditë para se të diskutojë i bari përsëri në Bruksel, të marrin në mbrojtje Mirlinda Karçanajn. Atëherë, a e kuptoni ju të nderuar qytetar se kush po e mban peng integrimin? Si mundet një ditë para se të diskutohet i bari nga Koela, ai del dhe mbron ata që po hetohen, madje me akuza konkrete si pjesë e grupeve të strukturuara kriminale përveç korrupsionit dhe abuzimit. Afet kujton pra gjithashtu se imuniteti parlamentar është pjesë e kornizës kushtetuese për funksionin e institucioneve demokratike dhe çdo vendim duhet merret pa ndërhyrje politike, duke ju referuar pikërisht rastit Balluku. Ndaj është e domosdoshme që pikat e rezolutës që i referohen luftës ndaj korrupsionit të jenë të zbatueshme. Problemi nuk është mungesa e aeroporteve, por mungesa është mungesa e besueshmërisë. Qeveria e Edi Ramës ka dështuar në çdo aspekt. Unë fola në fjalën time të parë, ka dështuar në arritjen e standardeve për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por gjithashtu duhet kemi parasysh që është pikërisht vullneti i këtij personi që e ka kthyer Shqipërinë në autokraci elektorale. Ndaj ky parlament ka detyrë që të miratojë në bazë të rezolutës sa më parë të gjitha të intensifikoj punës për miratimin e të gjithë rekomandimeve të OSBE-ODIR-it dhe sigurisht të merren parasysh të gjitha propozimet e opozitës në Komisionin e Përbashkët ad hoc të reformës zgjedhore. Në fushën e medias, qeveria ka dështuar të mbrojë lirinë e shprehjes, pluralizmin mediatik, 6 raporte që flasin për keqësim të ndjeshëm të situatës. Edhe këtu kemi 2 pika që i referohen respektimit të lirisë së medias dhe si përfundim unë do ta mbyllja pra duke ju referuar pikërisht paragrafit të fundit të rezolutës. Përparimi çfarë kërkohet nga kuvendi? Përparimi në procesin e antarësimit të matet mbi bazën e meritës, standardeve demokratike, arritjeve të verifikueshme me qëllim që Shqipëria të
Faleminderit. Fjalën në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka zonja Romina Kuko.